process all the Kush janë ekspertët që Të nderuar ministër të isë, përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në vargun e emisioneve si zakonisht nga hënën të premte nga ora 17:10, pra 104.1 me musafir të ndryshëm nga politika, ekonomia, shëndetësia, feja, kështu me radhë. Sot do të ndalemi tek shëndetësia, ku kemi të ftuar doktor Haki Selaj, ortoped, do të flasim për artrozën e gjurit, si vjen, si shërohet, pastaj masat, para masat e kështu me radhë, do të mësojmë në minutat në vazhdim që kemi në dispozicion bashkë me doktorin Haki Selaj. Nderuar, përshëndetje me serdhje. Faleminderit për ftesën. Doktor, shpesh do thotë dëgjojmë gjithnjë më shpesh për probleme me gjurin dhe artrozë. Pse dëgjojmë kaq probleme? Ku është defekti, se mund themi kështu? Po, problematika e artrozës së gjurit është shumë komplekse, duke filluar prej fëmijërisë në parandalimin e saj dhe në moshat më të shtyra në trajtimin e saj. Është shumë e shpeshtë dhe kjo konsiston për shkak të jetës sedentare, keq ushqyeshmërisë dhe mos aktivitetit fizik e ka shtyr këtë prevalencë kaq të madhe të artrozës së gjurit. Dhe jo vetëm, kemi edhe artrozë të kërdokullës, njashtu edhe artrozë të kurrizit e tjerë. Çka është artroza për ne që ndoshta jemi shumë larg shëndetësisë dhe nuk e kuptojmë, apo si jemi sprovuar me këtë problem? Shumë e thjeshtë, artroza është kur harxhohet kërca. Në fjalorin mjekësor i thënë kartilagj, kurse në popull njihet si kërca apo është harxhu yndyra e nyjes. Dhe kjo vije si pasojë e plakjes, një proces të cilën njeriu nuk mund ta ndalojë. Vije si pasojë e degenerimit apo plakjes. Është një smundje progresive, që nuk ndodh për një kohë të shkurt, 1 vjet, 2 vjet ose disa muaj, por ndodh për një periudhë shumë të gjatë. A njeh mosh artroza? Artroza nuk njeh mosh, sepse edhe varet prej shkaktareve. Nëse flasim për shkaktarët të cilët i njohim, mund të ndodhë si pasojë një gjendje post-traume, për shembull pasi e ke frakturë thyre të gjurit, tibis apo femurit, mundësitë për paraqitjen e artrozës janë edhe në moshën e re, moshën 20 vjeçare, 30 vjeçare, apo tek smundje si artrit reumatoid, i cili dëmton shumë nyjen, edhe fillon artroza në moshën shumë të re, edhe sindroma të tjera. Kurse nëse flasim për një proces idiopatik, i cili nuk dihet shkaktar nga vijnë, atëherë normalisht që fillon në moshat më të shtyme, rreth 50, 60 e tutje. Doktor, cilat janë shkaqet kryesore? Po shkaqet janë ata të cilët i njohim, edhe ata të cilët nuk i njohim. Ajo që nuk i njohim mjekësi është quhet si idiopatik, nuk e dim procesin, etiologjinë e saktë të artrozës, plakjes. Kurse ato të cilin i njohim janë obeziteti, mungesa e disa vitaminave, pastaj sindromet e tjera, artrit reumatoid, gjendje pas-traumes e tjerë. Pra, një nga shkaktarët është edhe obeziteti, që është një fenomen në hapje sipër tek moshat e reja, fatkeqësisht. Sakt. Ka evidenca mjekësore që një BMI mbi 25 lidhet drejt për drejt me artrozën. Një ashtu edhe trajtimin, kur do të flasim pak më vonë, ne rekomandojmë që të ulet pesha tropore. Atë doktor, cilat janë simptomat të cilat paraqiten tek një pacient ose paciente? Shumë bukur. Simptoma kryesore është dhimbja. Pacienti vije keni për shkak të dhimbjes së gjurit, kurse në fazën e agravuar të përkrisuar të artrozës, sepse artroza ndahet me shkallë 1, 2, 3, 4, atëherë kemi edhe humbje të funksionalitetit. Do të thotë lëvizjet e gjurit nuk janë normal sikur të një iri edhe të një moshuar, kjo vije për shkak të artrozës, ku ashtin ngjiten, paraqiten osteofitet e tjerë. Një ashtu paraqitet edhe deformitet, në varus apo në valgus, etje e gjurit e kështu me radhë. Pra, përveç dhimbjeve të vogla ose të mesme të mëdha, ka edhe deformim të gjurit ose. Saktë, shumë saktë. Në momentin që ka një person dhimbje, do të mu lajmëru me të mjeku, mos filon si asgjë që shemi si popull që dim ndonjëherë me lan që gjonat më rrit pak më shumë. Shumë e vërtet, sepse në fillim ndoshta është një dëmtim i kërcit edhe që ne mund të me një operimin ndërhyrje të lehtë mund të përmirësojmë, kurse nëse e lënë me periudha të gjata atë shkon deri te artroza, që është proces irreversibil, jo i kthyeshëm. Çka nuk kuptojmë me aks të gjurit? Sakt, aksi është pesha e cila bie në mes të gjurit. Një ndryshimi i aksit,
kur pesha për shkak gravitetit shkon medial brenda gjurit apo lateral, kjo çon deri te humbja e biomekanike së gjurit dhe më pas shkon deri te dhimbja dhe paraqitja e artrozës së hershme. Për këtë arsye, ne aksin e bëjmë një rentgen të gjithë ekstremitetet e poshtme, skanogram, edhe në fëmijëri e vlerësojmë aksin, a është në rregull apo jo. Nëse ka deformitet të aksit, atëherë flasim për një gjunje që njihet në popull O, që ne i themi genuvara, apo gjunjet X, genuvalga. Kjo ka shumë rëndësi me vlerësu që në fëmijëri, po edhe me pas, për arsye se ne me një intervenim shumë vogël, atëherë parandalojmë artrozën që do të vijë me vonë. Sa do të jetë deformimi që të mendohet për operim, për shembull për osteotomi? Po, kjo pyetje saktësisht profesionale, atëherë duhet bërë një skanogram edhe një CT, edhe të vlerësohet se ku është deformiteti. Nëse është në tibi, ekstremiteti poshtë në tibi kërcir që i themi në shqip, apo në femur. Po deformiteti që mendojmë ne do të jetë rreth 10 shkallë varus apo valgus, që ne pastaj do të mundohemi ta përmirësojmë, e me këtë radhë me përmirësimin e aksit, atëherë edhe prevenojmë, parandalojmë dhe artrozën e hershme. A mund të parandalohet kjo? Shumë e saktë, parandalohet që në fëmijëri, duke bërë nëse kemi një genuvara apo valga, një shtrembërim të gjunjeve, si të themi, atëherë me një ndërhyrje duke i bllokuar pllakat e rritjes, që ne i themi hemiepifiziodes, varësisht është varus e bllokojmë jashtë apo brenda, edhe e rregullojmë që aksin, do të thotë që pesha e trupit merr në mes të gjurit. Nëse për arsye të ndryshme është bërë ky intervenim, por nuk ka pas sukses, apo ndodh ndonjëherë që prindërit nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në kontroll tek ortopedi, dhe kalon koha e rritjes, atëherë duhet të mendojmë për osteotomi korrektive, që është një ndërhyrje pak më komplekse dhe më e vështirë. Nëse pacienti vjen vonë ose i bëhet vonë, atëherë nëse ka kalu hemiepifiziodes te fëmijët dhe pastaj na ka kaluar edhe koha e osteotomisë korrektive, kur të flasim për osteotomi korrektive i ka edhe disa kritere, indikacione, që do të jetë mosha e re, do të jetë dëmtimi vetëm një herë anë të gjurit, edhe do të ketë stabilitet gjuri. Po për X arsye, nëse ka kalu koha të azem rreth 40-ave, 50-a, ku nuk rekomandohet me osteotomia korrektive, sepse ndryshimet veç tashme kanë ndodhur në gjuhë, atëherë të shkojmë me trajtimin, si të them, simptomatik, ja ndalë dhimbjen, edhe më mundu ndoshta me injeksione, me terapi tjera, që sa do të arrijmë me përmirësu qatë kërcen e dëmtuar. Pra nuk mjekohet rësisht, por prafërsisht me kalu dhimbje. Tashme kemi kalu simptomatik, ja ndalë dhimbjen edhe me shty fazën e artrozës sa më shumë, që të thëmë e shty protezën sa me tutje. Atë doktor, shpesh përmenden injeksionet, cilat tashmë janë bën normale, pothuajse për çdo sëmundje, po cilat janë dhe cili është më i miri në këtë rast. Sepse është edhe një lloj, nëse mund ta themi, lloj alergjie nga shumë pacientë cilët dëshirojnë me ikë injeksioneve, infuzioneve, pra nuk kanë dëshirë me përdor, për shembull çështja antibiotikeve kështu më radh. Po, injeksionet, të flasim për injeksionet intraartikular, që mjeku injekton me qëllimin që ta ndalë dhimbjen, ta ndalë inflamacionin, por nga ana tjetër edhe të jep një mundësi shërimit kërcit e dëmtuar. Tre injeksionet janë më të shpeshta, ajo të cilët ne quhet në popull blokada, e që do të thot kortizon me anestetik, i cili ka një efekt shumë të shpejt, e ndalë dhimbjen, në një artrozë të avancuar e ndalë dhimbjen, po nuk e mban në gjatë. Edhe pacienti vije me ankesa të njëjta të dhimbjes pas 1 muaj, 2 muaj apo 3 muaj. Kurse nuk ka efekt shërues. Kurse injeksioni tjetër, i cili për mendimin tim është më i mirë, sepse ka efekt në kohë më afatgjata, është PRP. PRP merret gjaku i vet pacientit dhe trombocitet e pastërta me qeliza me faktor të rritjes, faktor shërues, vendosen në gjuhë, injektohen në gjuhë, edhe këtu ka dhëna shkencore që ka një përmirësim shumë të mirë. Edhe në praktikën klinike time, unë kam ordinuar me 10 herë PRP dhe pacienti pas 2 dozave, eventualisht 3 dozave, ndjet shumë e mirë.
Edhe një injeksion tjetër që është i përhapur njashtu është gjel, vendosja e gjelit, acid hyalurinik, që sipas leximeve të mia ka pak evidenca. Edhe të drejtën nuk e përdori. Kur vjen koha ose momenti për protezë? Atëherë, nëse kanë kalu gjitha këto fazat dhe injeksionet nuk kanë kryer punë, edhe pacienti i lëngon prej dhimbjeve, dhe dhimbja është e madhe që indikon në kualitetin e jetës. Si të them, për me vazhdu një jetë kualitative në punë, shtëpi, në makinë, ai do të përdor vazhdimisht tableta kundër dhimbjes, analgjetik, dhe mos të harrojmë që artroza, si pasojë e artrozës së gjurit këtë rast apo kërdokullës, vazhdon jeta të bëhet me sedentare. Nuk e mban punën, nuk e bën mirë, nuk ec mirë e tjerë, dhe do të ketë pasojë në sistemin kardiovaskular, në zemër, mushkrim. Atëherë ky është momenti që do të vendosur një protezë, që i bie me zëvendësu kërcin e dëmtuar me një implant që ne i themi protezë. Ç'ka është proteza për ata që nuk e dinë? Proteza është, si të them, një implant, një pjesë metalike, pasi gryhet kërci i dëmtuar përmes setit, përmes operimit kuptohet, vendoset implanti, vendoset në thojza metalin femur dhe në tibi, dhe në mes tyre vendoset një polietilen, një plastik që mundson lëvizjet ndërmjet dy komponenteve. Në gjuhë çka vendoset? Po në gjuhë, kjo që e thash, vendoset pjesa metalike dhe në mes tyre vendoset një pjesë plastik, si të them, për me kuptu me lehtë. Është ndërlikuar? Po procesi i protezës është të ndërlikuar në... Edhe për pacientin edhe për mjekun, apo? Por gjithsesi për dy ty pale, se i bie që të vendoset një gjuhë i ri në brenda atij të vjetrit, edhe i ka komplikimet e veta që ne gjithnjë i tregojmë pacientit. Çfarë komplikime bëhet fjalë? Se mund të shkon gjithçka mirë, kuptimin që ti do të fillosh një jetë të re, pa dhimbje dhe me funksion të ri të gjurit. Përmirësohet deformiteti e gjithçka tjetër, kurse komplikimi që ne mes shumë të friksohemi është infeksioni. Gjatë trajtimit operativ, do të thotë që i gjithë gjuri do të hapet dhe do të vendoset implanti e tjerë. Po, këtu mund të ndodhë futet një bakter dhe mund të ndodhë pastaj infeksioni, apo edhe mund të ketë me vonë për shkak rrëmjes së imunitetit, low grade infection e që i themi, paraqitet një infeksion pas 6 muaj, 1 vjet e tjerë, që është me të vërtetë gjendje e tmerrshme për mjekun edhe për pacientin. Pas gjithë asaj rrugën, nëse mund të themi, edhe nga ana e pacientit dhe mjekut, mundet sakrificës, prap nuk është e sigurt që ajo se ajo mundet mos me pas dhimbje, por mund të mbllafaqohet me këto që i përmende. Mund të ketë infeksion, mund të ketë tromboz, mund të ketë aseptic loosening. Çka pas kësaj? Që i bie aseptic loosening, e ka një afat proteza, sa është implanti huaj dhe ti e vendos në gjuhë, edhe ka një afat se s'është e organizmit. Edhe e kam përqindjet, kuptohet që janë këto me përqindje shumë të vogël, por do t'ja shpjegojmë pacientit me detale që të jetë i mirë informuar. Por nëse ndodhin këto gjëra, përsëri, si të them, mjekësia dhe shkenca ka dhënë rrugëzgjidhje, bëhet ajo që quhet revizion, vendoset një protezë tjetër më e mirë, më e madhe, më stabile. Para se të marrë me një këshill për fund, cili është roli i ushqimeve tek këto problemet e personave, se përmendet që është imuniteti dhe kështu me radhë. A ka ndikim ushqimet ajo të ditë çfarë po ham dhe çfarë po pim në këtë kohë të modernizuar? Po unë mendoj që ka efekt ushqimi në general në shëndetin e njerëzit, sidomos do t'ju larguar ushqimeve që janë të pasura me karbohidrate, edhe duhet të shkojmë te ushqimet me proteina. Kurse kur flasim për vitaminat, unë mendoj që për një shëndet më të mirë të kockës, gjithnjë duhet të shikuar vlerat e vitaminës D3, dhe unë rekomandoj që të merret vitamina D3 me K2, njashtu edhe magneziumi e kështu me radhë. Atëherë, doktor, padyshim që kena shumë pyetje, por sa më shkurt aq më mirë për shkak të kohës që kemi ne dhe ju. Cila është këshilla juaj për shikuesit tanë, për dëgjuesit tanë, të cilët ndoshta dikush më pak, ndoshta dikush më shumë ka probleme, ose ka dikon familje që ka probleme të tilla. Cila është një këshillë juaj në aspektin profesional për gjithë shikuesit tanë? Po, këshilla ime është që një dhimbje e gjurit, edhe që pretendon të jetë artroz, që bëhet një vizitë tek mjeku ortoped, edhe të fillohet me trajtim ato që i përmendëm pak më herët, që në fazën më të hershme, mos të lëmë që të agravojë në fazat e vonshme.
Nëse është të mosha e re, të vlerësohet aksi i ekstremitetit dhe të shikohet a ka nevojë të bëhet një ndërhyrje në aks, apo nëse është aksi mirë, atëherë të filloj me injeksionet, me PRP apo edhe me injeksione tjera. Ku mund të gjejnë ata që cilët dëshirojnë të marrin një këshill ose të bëjnë ndonjë vizitë kjo? Po unë tash jam i punësuar me një institucion privat në Prizren, në klinikën Salus, edhe në spitalin GVM. Atje jemi edhe në mënyrë ambulantore, po edhe operimet i realizojmë. Si për proteza, edhe injeksionet e gjitha ato tjera. Se përket ortopedisë, ka kuadër të fortë në Kosovë sipas jush? Po, kjo pyetje po më pëlqen. Ortopedia kohëve fundit në Kosovë është zhvilluar te mase. Tashmë mund të themi që gjitha trajtimet që bëhen jashtë Kosovës mund të realizohen edhe në Kosovë, si në spitalet publike, po edhe ato private, duke filluar prej trajtimit, prej protezimit, njashtu edhe tek revizionet, është zhvilluar te mase, dhe unë kam mendim pozitiv. Për shkak të shkollës, aftësisë së mjekëve, po njëkohësisht për shkak të teknologjisë, apo është merit të dy palëve? Kjo është mendoj të e para, më shumë është e para, teknologjia ka nevojë të investohet më shumë, këtë rast prej institucioneve shtetërore, kurse të e para unë mendoj që mjekët kanë investuar shumë në dijen e edukimin e tyre, me liberalizimin e vizave, tashme ne kemi mundësi që ta kryjmë një kurs, një fellowship, ashtu si e kryjnë një specializant apo një specialist i ri që është në Gjermani, në Zvicër apo kudo tjetër. Edhe në këtë aspektin e edukimit, thuaj se jemi të njëjtë. Kjo e ka mundësu këtë, edhe përvojën dijen që e merr, pastaj e realizon në vendin ku punon. Ju pse vendosët të shkoni për ortoped? Ishte dëshira juaja, ishte dëshira ime ishte që trajtimi, pas trajtimit, pacienti ta ndjen trajtimin sa më parë. Si të them, nëse e vendos një protezë, pacienti nesër ngritet në këmbë edhe vazhdon jetën një jetë të re. Kurse do të thotë është trajtim kirurgjik pak më radikal. Ajo që nuk më ka pëlqyer tek trajtimi me ilaçe që është fusha e internës, është se ti do ta trajton tani jetën edhe pacienti në fund nuk ndihet i kënaqur. Kurse në ortopedi e vendos implantin, e bën trajtimin kirurgjik edhe për një kohë të shkurt e sheh rezultatin. Kjo ishte. Kjo ishte atëherë, doktor, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni, suksese në rrugtimin tuaj. Ju faleminderit edhe ju. Të nderuar miq të RTS, kaq për këtë emision, takohemi javën e ardhshme, pra nga hëna deri atëherë më mbeq. Kush janë ekspertët që